Mirë se erdhët. Sot do t'i futemi thellë një teme që prek shumë kënd, por që shpesh mbetet e mbuluar me mister dhe, le ta themi, me shumë keq kuptime. Ankthi dhe ataket e panikut. Kjo nuk është thjesht një ndjenjë nervozizmi, jo, është një përvojë e thellë neurobiologjike dhe ne do ta zbulojmë së bashku se çfarë fshihet realisht pas saj. Imagjinoni pak, krejt papritur, nga hiçi, trupi hyn në një alarm total, pa asnjë arsye të dukshme. Zemra fillon të rrah fort, aq fort sa e ndjen në gjoks. Fryma sikur të merret, ndjen dhimbje, marramendje dhe mbi të gjitha një frikë e thellë, tërmuese se diçka e tmerrshme po ndodh, se fundi është afër. Këto janë simptomat dramatike dhe tmerrsisht reale të një ataku paniku. Dhe ky citim e tregon më së miri se sa intensive dhe fizike është kjo përvojë. Simptomat janë aq të fuqishme saqë shumë njerëz përfundojnë në urgjencë, të bindur se po kalojnë një atak në zemër. Kjo na tregon diçka shumë të rëndësishme. Kjo nuk është thjesht në kokë, por një reagim i dhunshëm i gjithë organizmit. Pra, ja cili është plani ynë për sot. Do të fillojmë duke deshifruar se çfarë drekin është një atak paniku. Pastaj, do të zbulojmë shkencën që fshihet pas gjithë kësaj frike. Mëtej, do të shohim mjetet konkrete për të rimarrë kontrollin dhe në fund, si të ndërtojmë një strategji afatgjatë për mirëqenie. Mirë, le të fillojmë me pjesën e parë. Do të kalojmë nga ato simptomat alarmante tek një kuptim më i thellë, çfarë po ndodh realisht në tru dhe në trup gjatë këtyre momenteve kaq të frikshme. Pra, çfarë është saktësisht një atak paniku? E po, sipas përkufizimit klinik, është një shpërthim i befasshëm, një valë frike intensive që arrin kulmin e saj brenda pak minutash. Nuk është diçka që vjen ngadalë, është si një ortek i menjëhershëm simptomash fizike dhe mendore që të godet pa paralajmërim. Por pse ndodh kjo? Cili është mekanizmi? Tani do të hym pak më thellë brenda dhomës së komandës, trurit ton. Sepse kur kupton shkencën pas frikës, ajo transformohet. Nga diçka e panjohur dhe e tmerrshme bëhet diçka e kuptueshme dhe po, e menaxhueshme. Këtu është e rëndësishme të bëjmë një dallim kyç. Të gjithë ndihemi në ankth ndonjëherë, apo jo? Kjo është normale. Por, kur bëhet problem? Ankthi bëhet patologjik, pra një çrregullim, kur frika është krejtësisht jashtë proporcioni me situatën, kur zgjat shumë në kohë dhe më e rëndësishme, kur fillon të sabotojë jetën e përditshme. Shikoni, në thelb, ajo që ndodh në tru është si një betejë. Kemi amigdalen, që është si alarmi i frikës në shtëpinë tonë, e cila bëhet hiperaktive dhe fillon të bjerë pa pushim, edhe kur nuk ka asnjë zjarr. Nga ana tjetër, korteksi prefrontal, që është pjesa racionale, mendimtari i qetë që duhet ta fik alarmin, ka një kontroll të ulur. Pra, kemi një alarm të i të ndjeshëm dhe një sistem për ta fikur që nuk po funksionon siç duhet. Dhe pastaj kemi kimin. Imagjinoni në peshore. Nga njëra anë, serotonina, neurotransmetuesi që na jep ndjesinë e qetësisë dhe mirëqenies, është në nivele të ulta. Nga ana tjetër, noradrenalina, hormoni i stresit që na përgatit për reagimin lufto ose ik, është në qiell. E gjithë peshorja kimike anon rënd nga ana e alarmit dhe panikut. Dhe ja ku arrim te një pikë absolutisht thelbësore. Vetëm fakti që e kupton këtë, që kupton se kjo është një alarm fals i trurit, një stuhi biokimike dhe jo një atak në zemër apo një rrezik real për jetën, vetëm kjo dije është hapi i parë dhe më i fuqishëm drejt rimarrjes së kontrollit. Ky ndërgjegjësim është në vetvete terapeutik. Mirë, tani që e kuptuam pak a shumë problemin, çfarë bëjmë? Le të flasim për zgjidhjet. Këtu do të shohim mjetet dhe strategjitë e bazuara në shkencë për të menaxhuar ankthin dhe për të marrë sërish timonin në duar. Pra, çfarë mund bëhet në momentin kur stuhia godet? Ja 4 hapa konkret dhe të menjëhershëm. Së pari, largohuni nga zhurma, gjejini një vend të qetë. Së dyti, fokusoheni te frymarrja. Teknika 4-6 është e thjeshtë. Merrni frym për 4 sekonda, nxjerreni ngadalë për 6. Kjo i dërgon një sinjal qetësues sistemit nervor. Së treti, përsëriteni vetes si një mantra. Kjo do të kalojë, nuk jam në rrezik, është vetëm një atak paniku. Dhe së fundi, sidomos herën e parë, është mirë të siguroni që nuk ka ndonjë problem tjetër mjekësor, thjesht për qetësinë mendore. Mirpo, për një zgjidhje afatgjatë, mjekësia moderne ka 2 shtylla kryesore. E para janë medikamentet, si SSRI-t, që ndihmojnë për të ribalancuar kiminë e trurit. Shtylla e dytë, po aq e rëndësishme, është psikoterapia, veçanërisht terapia kognitive behaviorale. Kjo terapi, në thelb, na mëson si të identifikojmë dhe të ndryshojmë ato modele mendimi katastrofike që i hedhin benzinë zjarrit të ankthit. Por, këtu duhet bëjmë një pauzë dhe të ndryshojmë pak tonin.
Kujdes, ekziston një klasë ilaçesh, benzodiazepinat, të cilat edhe pse janë shumë efektive për të qetësuar një atak në moment, kërkojnë një vëmendje dhe një kujdes të jashtëzakonshëm. Po pse gjithë ky kujdes? Sepse këto ilaçe kanë një potencial shumë të lartë për të krijuar varësi. Plus, me kalimin e kohës, trupi mësohet dhe kërkon doza gjithnjë e më të larta për të pasur të njëjtin efekt. Ato janë si një fash për një plak të thellë, ndihmojnë për momentin, por nuk janë kur afatgjatë. Prandaj, përdorimi i tyre duhet të jetë gjithmonë afatshkurtër dhe vetëm në mbikëqyrjet e rrept mjekësore. Okej, le të kalojmë tani te parandalimi. Çfarë mund të bëjmë çdo ditë për të ndërtuar, le të themi, një fortesë kundër ankthit? Kjo është pjesa ku fuqia për të ndryshuar gjërat kalon vërtet në duart tona. Dhe mos i nënvlerësoni këto pika, këto nuk janë thjesht këshilla boshe. Aktiviteti fizik i rregullt është një nga anksiolitikët më të fuqishëm natyral. Një gjumë i mirë është si një reset për sistemin nervor. Reduktimi i stimuluzëve si kafeina ul volumin e atim alarmit të brendshëm, ndërsa ushqimi i duhur dhe praktikat si meditimi krijojnë një mjedis të brendshëm më të qetë dhe më rezistent. Tani, le t'i përgjigjemi pyetjes që ndoshta është më e frikshme nga të gjitha. Pyetja që çdo njeriu ja bën vetes në mes të atij tmerri, a mund të vdes nga kjo gjë? Përgjigja, bazuar në çdo studim mjekësor, është një jo e madhe, e prerë dhe absolute. Ndonse ndjesia është tmerrsisht e frikshme, vetë ataku i panikut nuk është i rrezikshëm për jetën. Është një përvojë e tmerrshme, por jo fatale. Mirë. Pyetja tjetër thelbësore. A është kjo diçka e përjetshme? A është një dënim me të cilin duhet jetuar përgjithmonë, apo ka një rrugdalje të plotë? A mund të shërohet vërtet? Dhe lajmi këtu është jashtëzakonisht i mirë. Po, në shumicën absolute të rasteve, me një plan trajtimi të kombinuar që përfshin mjekim, terapi dhe ndryshime në stilin e jetesës, ankthi mund të menaxhohet plotësisht. Kjo do të thotë t'i kthehesh një jetë ku ankthi nuk është më shoferi, por ndoshta thjesht një pasager i bezdisshëm por i heshtur në sedilin e pasme. Pra, për ta përmbledhur, cilat janë idetë kryesore që duhen mbajtur mend? E para, ankthi është një gjendje reale mjekësore, jo një shenjë dobësie. E dyta, vetëm duke kuptuar shkencën pas tij, frika fillon të humbas fuqinë. E treta, zgjidhja më efektive është pothuajse gjithmonë një kombinim strategjish. Dhe më rëndësishmja, një jetë normale, pa dominimin e simptomave, është një objektiv plotësisht i arritshëm. Dhe për ta mbyllur, dua t'ju lë me një pyetje për reflektim. Truri ynë është i mahnitshëm. Ai ka aftësinë të krijojë lidhje të reja, të mësojë rrugë të reja. Kjo quhet neuroplasticitet. Duke e ditur këtë, cila do të ishte një gjë e vetme, sado e vogël, që mund të ndryshohet sot për të filluar ndërtimin e një shtegu të ri nervor? Një shteg që hap pas hapi të çon drejt qetësisë dhe kontrollit.